Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Rina Hajdari ka reaguar ashpër ndaj qeverisë aktuale duke e cilësuar një vjeçarin e kaluar si periudhë të errët për shqiptarët në institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes. Një vit pa dinjitet. Një titull që fatkeqësisht reflekton realitetin e hidhur të këtij një viti qeverisës. Një vit pa barazi, pa përfaqësim të drejtë dhe pa respekt institucional ndaj shqiptarëve dhe vlerave themelore të bashkëjetesës në këtë shtet, për të cilat jemi zotuar si shoqëri dhe si shtet multietnik. Sot jemi mbledhur për të ngritur zërin për një çështje të veçantë dhe jashtëzakonisht të rëndësishme, shtypjen institucionale që po ndodh në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, në zemrën e institucioneve që kanë për detyrë të garantojnë rendin, drejtësinë dhe barazinë për të gjithë qytetarët pa dallim. Ka një vend ku padrejtësia nuk duhet të ketë vend. Ka një fushë ku barazia nuk është luks, por domosdoshmëri. Ky vend është siguria e shtetit, por për fat të keq, ajo që po ndodh sot është e kundërta. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, zëvendës ministri shqiptar është i injoruar, i marginalizuar, sikur të mos ekzistoj fare. Në rastin e Koçanit, as që u pa, zëvendës drejtori shqiptar i byros për siguri publike dha dorëheqje për shkak të mospërfilljes sistematike. Ndihmës ministrat shqiptar janë zëvendësuar nga kuadro të VMRO-s, ndërkohë një polic që përdosi flamurin shqiptar nuk u ndëshkua, por përkundrazi u avancua. Skandali që turpëroi shtetin ndodhi në aeroportin e Shkupit, ku ndaj presidentes së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, u shkel çdo protokoll ndërkombëtar dhe kombëtar i sigurisë. Në presidencën e shtetit nuk ka asnjë këshilltar shqiptar për çështje të sigurisë. I vetmi shqiptar në Këshillin për Siguri është një figurë që publikisht ka akuzuar UÇK-n për krime. Në Agjencinë për Zbulim, drejtori dhe zëvendës drejtori janë Maqedonas. Nuk ka asnjë këshilltar special shqiptar. Në Armatën e Republikës, general Besnik Emini, më i kualifikuari për shef të shtabit general, anashkalohet. Një tjetër ngjitet brenda natës për 2 grada dhe emërohet nga presidentja. Ndërsa generali Emini degradohet dhe zhvendoset në administrat. Në Ministrinë e Mbrojtjes, shërbimi ushtarak për inteligjencë që ishte në duart e një profesionisti shqiptar i kalon kuadrove maqedonase. Sot, asnjë nga 3 zëvendës drejtorat nuk është shqiptar, asnjë ndihmës ministër shqiptar. Në punësime të reja, 120 Maqedonas dhe vetëm 14 shqiptar. Në Agjencinë për Siguri Kombëtare, që nga nëntori i vitit 2024 nuk ka më zëvendës drejtor shqiptar. Ndërkohë, mbi 100 të punësuar rishtas, pothuajse asnjë shqiptar. Të gjitha këto nuk janë raste të izoluara. Kemi të bëjmë me një plan të qartë, një përpjekje të organizuar për të zhveshur shqiptarët nga çdo rol kyç në siguri, në mbrojtje dhe në presidencë. Por, një gjë duhet ta dinë të gjithë. Ne nuk do të heshtim, sepse siguria është për të gjithë. Barazia është e panegociueshme për gjuhën, për dinjitetin, për të ardhmen bashk tani.